Kryesuese e Kuvendit, zonja Spahiu, të nderuar drejtar të drejtorive komunale, shumë të nderuar asamblejst të Kuvendit Komunës, të dashur bashkëqytetarë të Komunës Skënderaj, musafir të respektuar. Po filloj këtë adresim para jush dhe qytetarëve të Komunës sonë me konsideratën më të lartë bashkë me falënderimet e sinqerta në kujtim dhe respekt për komandantin e ushtrisë ligjore të Kosovës, legjendarin Adem Jashari dhe familjes së tij që u sakrifikua 27 vite më parë në luftën e shenjtë për liri dhe pavarësi të vendit tonë. Sot, teksa nderojmë këtë sakrificë, marrim shembull nga kjo familje se si mbrohet toka e këtij vendi dhe si vdiset për atë dhej. Adem Jashari mbetet ndër figurat më të lartësuara të kombit shqiptar, një sinonim i luftës çlirimtare dhe lirisë së Kosovës. Sot, secili i ri apo e re, çdo njeri që e ka përjetuar luftën apo vetëm ka dëgjuar për të, mund të gjejë një pikë të fortë referuese se sa trimëria e Adem Jasharit. Ai bashkë me anëtarë tjerë të familjes na bën të kuptojmë rëndësinë e lirisë. Ata dhanë mësimin për sakrificën sublime. Na treguan jo vetëm neve, por edhe mbar botës demokratike, se nuk ishte i mjaftueshëm vetëm angazhimi paqësor për të arritur synimin që kishin. Ishte edhe aspekti luftarak që do duhet të sprovonte në rrethon e kohës. Dhe këtë bëri pikërisht Adem Jashari. Ata jo vetëm që luftuan deri në frymën e fundit, por u bën frymëzim për gjithë popullin shqiptar të Kosovës, që të rrështohej krah ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ishte vetëm kjo një mundësi që të bëhet një herë mirë armiku ynë shokullor. Sigurisht që pa mbështetjen e NATO-s do të ishte pothuajse e pamundur, por lufta, guximi dhe heroizmi i Ademit dhe bashkëluftëtarëve të tij të ushtrisë çlirimtare të Kosovës ishin pikënisje e përfundimit të rrugës së mundimshme që kishte kaluar populli ynë. Si në çdo përvjetor të epopejës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës, edhe këtë vit kujtojmë me respekt secilin dëshmor të Jasharajve, secilin viktimë dhe të rënë me 5, 6 dhe 7 mars të vitit 1998. Amaneti Adem Jashari dhe dëshmorëve të lirisë së Kosovës është trashëgimia jonë shpirtërore, kombëtare dhe morale. Është detyrë e shejtë për të çuar përpara këtë vend, për ta bërë Kosovën tokë të bekuar, nga puna dhe angazhimi të gjithëve për të zhvilluar në çdo aspekt dhe fushë të jetës. Ata na sollën lirinë dhe ne këmbim të kësaj është përgjegjësia jona që fëmijëve të sotëm dhe brezave të së nesërmes t'u lëmë një vend të realizuar nga zhvillimi ekonomik, me një arsim cilësor, me një shëndetësi të përparuar dhe me qendje të garantuar për secilin qytetar që jeton këtë vend. Të nderuar anëtarë të Kuvendit, në këtë përvjetor të epopejës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës shprehim respekt të lartë ndaj kryetarit të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Adem Jashari, të rënëve të familjes dhe ndaj gjithëve që ranë heroikisht në luftën e 5, 6 dhe 7 marsit të vitit 1998. U jemi përjetësisht falënderues që dhanë mundësinë, që na dhanë neve mundësinë të jetojmë të lirë dhe të pavarur, të barabartë me gjithë popujt e tjerë të lirë gjithandej. Lavdi e përjetshme kryekomandantit legjendar Adem Jashari dhe familjes së tij. Lavdi të gjithë dëshmorëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ju falenderit. Faleminderit të nderuar i kryetar, të nderuar të pranishëm, ju ftoj t'ju bashkangjiteni aktiviteteve tjera të cilat janë të parapara për sot dhe me kaq që mbyllim këtë seancë solemne, ju faleminderit për pjesëmarrjen.